Pas ditën e sotme, ansambli i këngëve dhe valleve e Minduraku niset drejt Seviljas së Spanjës për të marrë pjesë në një festival ndërkombëtar folklorik ku do të prezantojë kulturën, traditën dhe vlerat tona shqiptare përballë ansambleve nga vendet të ndryshme të botës. Si kanë shkuar përgatitjet dhe sigurisht që për neve shqiptarëve pastaj është privilegj që të jemi pjesë e këtij festivali ndërkombëtar, pasi që ansambli e Minduraku është i pari që po merr pjesë në këtë festival ndërkombëtar dhe sigurisht që ne jemi krenar pastaj edhe shkupianët që se si do na prezantojnë. Për të folur rreth këtij rrugtimi që do nisen sot, me mua në studio është kryetari i ansamblit të këngëve dhe valleve e Minduraku, zotri Fadil Zeneli. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm ai. Faleminderit për ftesën. Fillimisht faleminderit që gjetët kohë në këtë mëngjes, duke ditur që do lodheni shumë nga dita e sotme, por që ndoshta pak lodhsi, por kur e din se ku shkon dhe pse shkon, atëherë gjithmonë gjithmonë ato nuk e marrin parasysh lodhësinë, por gjithmonë ta realizojmë qëllimin e caktuar ose realizimin për të cilin ne udhtojmë. Sot do niseni drejt Sevillas, edhe pak orë ju ndan nga rruga e gjatë drejt Spanjës. Është hera e parë që do jeni prezent në këtë festival. Më intereson si erdhi deri tek pjesëmarrja. Te pjesëmarrja, do të thonë, ky festival organizohet për organizatës më të madhe të botërore të festivaleve, që është zinxhiri i gjitha festivaleve në botë, është CIOFI, dhe ata gjithmonë para se të banë ftesë për me marrë pjesë në festivalet e tyre që i organizojnë ata kalojnë disa filtre, kërkojnë disa materiale, kush je, çka ke. Mjaft kritera? Po, ka kritere, pa tjetër, edhe më pëlqen kjo. Sigur të kishte kritere në gjitha organizatat ose në gjitha festivalet, kritere të ketë se kush merr pjesë edhe me kalu ato filtret, ato kriteret e festivalit, është mirë edhe për neve si komp, sepse në festival, mendimi im duke pas parasysh përvojën time të gjatë në këtë profesion, unë mendoj se kultura shqiptare duhet jetë e kujdesshme ose ansamblet që me qenë se mirë me ne me ansambl, duhet të jemi shumë të kujdesshëm se me çka kush shkon edhe me çka paraqitet në përballë, po sepse ajo është përshtypja e parë që ndoshta aty ka diku 20 shtete, ka organizator të më shumë festivaleve që mblidhen aty dhe përcjellin, e kështu që unë mendoj se duhet të ketë filtre dhe kritere dhe kjo shumë më pëlqej mua, sepse neve gjithë ato kritere që ata i kërkuan, ne i përmbushëm, jo vetëm që i përmbushëm, po i të kalum, sepse jemi një ansambël që kemi një bagazh tradit të madhe të gjitha pjesëmarrjeve, kudo që paraqitemi, edhe është ansambël 7-8 vjeçar. Nga një anë ato videot ose fotografitë që i kërkojnë ata, e sidomos videot, do të thonë, duhet të paraqitet diçka. Ato vetëm një gjatësinë kur e kanë pa nderuar 78 vite, sigurisht që nuk kanë pas shumë që çka të diskutojnë. Por rreth festivalit dua të di se si është ky festival, që sa kohë mbahet, cilat janë shtetet pjesëmarrëse? Po. Ky festival ka një traditë jashtëzakonisht të madhe. Pra, qyteti Sevilla ose Sevilla, si du ta thonë kushdon, është një ndër qytetet do të kisha me thënë më të vjetra në Spanjë. E kur e themi për Spanjën, Spanja ka jashtëzakonisht një histori të lashtë, shumë të lashtë, edhe është krenari edhe kënaqësi që dhe ne po shkojmë në këtë festival që është i 44 i meren që organizohet atje. Pra nuk është festival që ka filluar para 5 viteve ose para 10 viteve, po është festival që ka një traditë jashtëzakonisht të madhe. Edhe kështu që pjesëmarrja ose organizimi i këtij festivali që bëhet atje, ashtu si kemi do të thonë, ndoshta jo të përditshme kontaktet, po i kemi shumë të shpeshta me organizatorin, me menaxhuesit e festivalit dhe me një fjalë ata tregojnë se festivali jeton në këto 8 ditët që është parapat organizohet, gjithë popullata ati vendi e qytetit jetojnë me festivalin. I madh e i ri e din për festivalin dhe e din që ka 24 vite, që ma pak, dhe e din se çka, sepse pjesëmarrjet që do t'jenë në këtë
festival nuk do t'jenë vetëm në një vend, por do t'jenë në vendet caktuara, ku i ka caktu organizatori ose menaxhuesi i këtij menaxheri i këtij festivali, por mbi gjithë organizatori i këtij festivali është komuna, sepse para disa ditësh veç është bën shpalosja me një çarçaf që i mbulojnë, pastaj është bërë shpalosja e logos të festivalit. E shteteve besoj, emrave. Po, edhe hapjes së festivalit që tregun aty janë edhe flamujt e shteteve pjesëmarrëse në këtë festival, që ka shumë. Ne jemi jashtëzakonisht të gatshëm edhe të përpikt në këtë punë që ata e kanë kërku në këtë festival, në këto festivalet të Ciofit. Kriter, përveç filtrave që e përmendëm pak më herët ose kriterive që e përmendëm pak më herët, është me do e mos në rast se s'ke program live në të gjallë pra të prezantohet, nuk mund të marrësh pjesë në këtë festival. Ne gjatë kohë jemi përgatitur. Ju edhe për ato i plotësuat kushtet? Edhe për ato krijom kushte dhe kushte jashtëzakonisht të mira, duke pas parasysh se ansambli Minduraku ka një repertuar jashtëzakonisht të bollshëm dhe të pasuruar të koreografive. Ne u përcaktuam për disa koreografi të cilat do të bëhen një herë më shumë ose më fuqishëm në këtë festival dhe prezantojmë sa më fuqishëm dhe sa më fort kulturën, vallën, veshjen tonë kombëtare në këto festivale. Në këtë festival edhe kështu që edhe në aspektin në të gjallë të paraqitemi, pra jemi për kujdes që asnjë pik të mos paraqitet me playback, të bëjmë do një kombinim. Gjitha pikat prezentohen në të gjallë që du t'i falenderoj mikun tim, Ilir Latifi, pra, e kemi nga Kumanova, që është për kujdes për të kompleton orkestrin, një orkestër profesional që është, kemi këtu Eugeni me violin, është Burhani prej Gjilani, Burhani me harmonik, kemi këtu Shpëtimin prej Kumanove me bas gitare, kemi Besimin me gitar, kemi Naser Curin me def, antar i kamotshëm i ansamblit të Minduraku me def, në mungesë të lodrës, sepse s'kishin lodraxhi, duke pas parasysh se gjatë kohë mire me ushtrimin e gjeneratave, po, atëre nuk përtova as pak, dhe do e merr në datë rola, do të ndihmoj, do të marr këtë rol, që me knatësi dhe krenarin do të bile këtu do të ndërlidhen valltarët, në tonë se kemi çdo herë rom, përkatësisë rome, lodraxhi që janë, reshatin e njohim krejt, por kuptohet tash sezonet dasmën dhe nuk mund të vinë, edhe tash valltarët më thonë kur veç kaluan provat, ne po ndjehemi më të sigurt me juve, sepse e din që frazat i di mirë, i di që pjesët ku duhet të ndalet dhe ku duhet të fillon i di më mirë, e kështu që edhe kjo më ka ndihmuar që gjatë karrierës time, kur punoj me gjenerata, nuk punoj shumë me playback, por punoj me lodër. Edhe çdo herë ajo nga pak më ka dhënë një afinitet ose aftësi që të manipuloj ose të punoj mirë me lodrën. Që do të thotë të përkushtuar dhe të gatshëm 100% pastaj për çelësi. Llogaritë dikun 7-8 persona ai djemi orkestër. Valltarët aq janë përgatitur sepse kemi sa valltar do jenë? 12 çifte. 12 çifte. Po, 12 çifte, 11 dikun me ndonjë vallë, por 12 çifte udhtojmë ne atje. Edhe të gjitha 12 çifte do të janë të gatshëm për të punuar. Kuptohet është Avniu dhe Xheneta që vinë edhe nga ansambli shtetëror, por janë koreograf të ansamblit. Që do të thotë mbi 30 persona do udhtoni. Po, 30 persona fiks do të udhtojmë në këtë, edhe të gjithët besoni nuk do të kemi njeri të lirë që do të na fotografon, do të bën disa video, por do të gjojmë sigurisht. Do gjindeni mes vete. Po, du të them se kapaciteti i numrit është të gjithë artistët do të jenë në skenë. Të gjithë që miren me këtë lëmi, me ansamble, ti nxjerrësh 30 persona, 30 artista në skenë, për 7 ditë, 8 ditë në radhë, edhe në koncerte, atje programi është ki program që të kërkon brenda ditës 2 herë nga 5 minuta. Ki program që të kërkon 2 herë brenda ditës 15 minuta. Ki program që të kërkon brenda ditës 25 minuta koncert me dhanë. 25 minuta live, kong, valle, 3-4 valle brenda një koncerti, 3-4 kong. Do më thonë diçka, atë koncert, të do ta them. Aq merak më ka me që publiku vendas Shkupian, jo vetëm Shkupian, kuptohet, tu vendas që është edhe Maxhar, aq është përpilu, aq bukur ky koncert,
që nuk do të huqet, dikun ka fund viti, ky koncert që është pregadit për Sevilla, ta bëjmë në Shkup. O, Sami, kjo një lajmë i mirë. Pa tjetër që duhet. Gjitha ato përgatitje, se unë e di që kohë gjatë ju po përgatiteni për këtë koncert, me sa valle do prezentoheni, i keni përzgjedhur kështu, ka qenë e vështirë përzgjedhja? Përzgjedhja është gjithmonë është e vështirë se një selektimi i valleve, sepse vallet e kemi jashtëzakonisht të forta, për vallëtarët janë të rana për interpretim. Nuk ka valle në ansamblin Minduraku ndër 10 minuta. 10 minuta, 12 minuta të vallëzosh në skenë, pa ndërprerë, më thonë, ka momente kur vallëzojnë vetëm vajzat, presin djemtë edhe kundërta, por kryesisht dikun 70% e këni koreografie luajnë dy gjinitë. Edhe kështu që jemi pregadit, jemi përcaktu për kur vallë janë në bashkon, jemi përcaktu për vallën e Pranverës, jemi përcaktu për Malsinë e Karadakut, jemi përcaktu, më thonë, edhe disa valle tjera që mendoj se kanë me bon një bum në Sevilla që edhe organizatorët që ka atje të festivaleve të tjera, ne do të kemi, jam i bindur shumë se do të marrëm edhe ftesa tjera nga festivalet tjera, nga shtetet tjera. Këto mos të harrojmë, një pjesëmarrje do të kemi se Sevilla është shumë afër me Portugalin, edhe do të kemi në një qytet të Portugalis, një pjesëmarrje brenda kësaj etape të festivalit. Çfarë do të thotë se Minduraku? Kultura shqiptare do të jehojë në Spanjë, po pse jo edhe në Portugali. Ne do të përcjellim në ndonjë emision kur do të keni ndonjë, do të thonë, ju kushtet që i parashifni se do të jenë për ta realizuar një emision që tregojmë nga dalin edhe me inserte të tregojmë se si është realizuar festivali. Edhe pas festivaleve. Sa mendoni se është e rëndësishme për ju si ansambël që tradita shqiptare të prezantohet në skena ndërkombëtare? Nuk është hera e parë ju që prezentoheni ndërkombëtarisht, por në shtetin e Spanjës është për herë të parë. Një shtet ku do shihni kultura jashtëzakonisht të ndryshme. Unë kur fillova karrierën time të drejtoj ansamblin e Minduraku, edhe para asaj kam qenë drejtues, por nuk kam postin e kryetarit. Por, po e përmendi vetëm një rast, edhe pse kjo kështu ndodh. Më dërgoj një letër një ansambël i bashkëqytetarëve tonë Maqedon, që ajo letër e tyre ishte në hije gjitha shtetet që kanë kaluar, në vonin i kërkesë ata neve, për me marrë pjesë në festivalin e tyre, por ishin letrat A4, sigur që i marëm, ishte shtypur komplet teksti, por në hije, në të bardh, ishte do më thonë pak u dalon të ajo bardha tjetër, bardha me të bardhën, shtetet ku kanë marrë pjesë ai ansambël, edhe ishin të shumë ta. Qysh moti, mu më la mbres kjo, për shtypje, se e Minduraku nuk duhet të udhëton vetëm në një shtet, që ne e kemi pasur çdo herë Turqinë. Jashtëzakonisht bukur i organizon, ndoshta edhe më bukur i organizon Turqia festivalet, por e Minduraku meriton, sepse ka program, ndoshta unë po e teproj ta them këtë, ansambli Maqedonia e Veriut, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë ansamblin shtetëror, kuptohet, edhe me gjitha marifetet që i posedon edhe i ka ai ansambl, por unë mund ta them, Maqedonia ka dhe një ansambl shtetëror që nuk i ka gjitha marifetet e pagesave e kështu, por me kualitet e ka e Mindurakun edhe është më ka që e Minduraku nuk mos merr pjesë në kjo më hyni në kokë që mos merr pjesë edhe në shtetet tjera, me menaxhimin dhe organizimin tim Aida. Çekia, Slovakia, Ukraina, Gjeorgjia, Bullgaria, Rumunia, këto shtetet tu, Danimarka, Belgjika, si vjet ishim para 2 javë kemi ardhur prej Belgjike, ku kemi bën një spektakël për 45 minutash, vetëm valle na kanë kërkuar. E kemi qëndis prej fillim deri në fund, e kemi qëndis që ky 45 minutë mos të kalon në monotoni, vetëm valle, por ka pas valle masive, ka pas valle dyshe, trio, 4, prap del në masive, vallet vajza, vallet meshkujve, e kështu që është bën një film koreografik, është bën përbes, edhe kështu që të përmendon në disa shtete të bëllë edhe ku marrun, është disa, por ja, tash Belgjika ishte, tash po shkojmë në Spanjë, edhe prap dikun ka fundi gushtit, është një festival garus në Inegjull, edhe atje do të marrëm pjesë si vjetë, do më thonë, ndërkombëtarisht, në rast se fusim këtu Kosovën e Shqipërinë, Minduraku vetëm brenda 5-6 muajve po kalon në 5 festivale ndërkombëtare në këto shtetet që e përmenda. Jeni që t'ju përgëzojmë definitivisht që po. Pastaj privilegj është edhe për vallëtarët, është
për valltarët është ata me nxjerrpresin që të kështu në këtë mënyrë të kalojmë shtetet gjithmonë presin surprizën atë letrën e radhës se cili shtet do të jetë. Po e din sigurisht se nuk do të jetë asnjëherë me menaxhimin tim, me organizimin tim, nuk do të jetë asnjëherë i njëjti shtet ku kemi qenë. Gjithmonë kërkoj shtete tjera. Domethënë, kjo është madhështia e menaxhimit që kërkohet. Pra, në për gjitha shtetet, sa të mundemi të prekim shtetet të përcjellim kulturën tonë. Këtu mos të harrojmë, valltarët janë jashtëzakonisht të përgatitur, edhe me kondicione krejt. Por puna pse hecën mirë këtu ne te Minduraku. E kemi një trekëndësh jashtëzakonisht do të shaton edhe 4 orë bile, që funksionon 24 orë online për në shërbim të ansamblit e Minduraku. Është djali Avniu që punon me grup moshë, me gjitha grup moshat, edhe është vajza Gjeneta që punon me gjitha grup moshat. Ta dy punojnë me meshkuj dhe me vajza, pastaj bashkojnë gjinitë dhe kështu që si është koreografia ashtu edhe kalon. Është edhe bashortja ime që 24 orë është online për veshjet kombëtare për kujdeset. Edhe veshjet, tash me veshjet të reja prapë po shkojmë, djemë ndoshta janë amortizu tirqit e Jeleku dhe Xhamadanat, gjithçka kemi bë të reja në këtë festival të paraqesim. Tradit familjare. Po. Tradit familjare, më dërheret. Ndoshta trendi botror, për dallim nga ansamblet e tjera, unë me plot të goje them që ansambli e Minduraku vërtet është tradit familjare dhe këtë e keni trashëguar brez pas breze. Vërtet, ndoshta sigurisht se për popullatën tonë, për kombin tonë, për të përfaqësuar për me hec, puna mirë, jashtëzakonisht në këtë mënyrë mund të funksionon ky 4 orë që përmend këtë kontributin familjar. Pra po e them, kontributin familjar që e kemi. Por çdo njëri prej neve e bëjmë me plot dëshirë. Çdo njëri prej neve, ndoshta edhe ndonjëherë edhe vajza dhe djali, më propozojnë, më japin ide që duhet punojmë edhe këtë punë. Pastaj sigurisht se nëna se është e mira, ka qenë edhe se herë e mirë, e kemi pranuar dhe kemi vazhdu punën. Kështu që nëse dallohemi nga ansamblet tjera, po dallohemi sepse tan familja jemi në kamp në shërbim të ansamblit e Minduraku. E vërtetë është, faleminderit. T'ju lumë. Përmendet shumë shtete pjesëmarrëse deri më tani. Po, sa mendoni se keni marrë edhe reagime të shumta kur kanë parë edhe kulturën shqiptare gjithë këto shtete që ju keni qenë pjesëmarrës? Reagimet e shteteve të tjera gjithmonë, sepse për shembull kemi festival që ndër 5 ditë nuk është festival, edhe 5, 6, 7, ky dikon 8 ditë festival, edhe si është futbollisti, më herët kur shoh futbollistë dhe thonë trajneri kur donë për bën përgjedhjen do të ndonjë futbollisti thotë me topin e parë që e prekaj e din çfarë kvaliteti ka. Ne me paraqitjet e para veç ne tregojmë se kush jemi atje dhe syt gjithmonë janë ka ne se pjesëmarrësit e radhës çka po paraqesin. Ansambli e Minduraku ose mbi gjitha siç paraqitemi ne Nord Macedonia nëpër festivalet ndërkombëtare. Dhe kështu që është për të përmend, nuk ka festival që marrën pjesë, qoftë nëpër festivalet në Kosovë, qoftë nëpër festivalet në Shqipëri, e hiç më pak në festivalet ndërkombëtare, besoni se e Minduraku asnjëherë nuk paraqitet me vallet e njëjta. Gjithmonë kërkojmë, hulumtojmë që të paraqesim freski, risi në repertorin tonë. Pra ti kemi dikun që në çdo moment, valltarët e ansamblit të Minduraku, në 3 natës me zgju prej gjumit, i thu këtë valle prej 20 koreografive, e tash koreografët, kryetarët, artistët, profesionistët e kësaj lëmije, ti thua që në çdo moment valltarët mund t'i vallëzojnë 20 koreografi, ata e dinë se edhe në ansambl shtetëror mund të jetë problem. E jo në një ansambl amator, ku me vetë vullnetin funksionon gjithçka. Sa valltarë jeni aktualisht, zoti Zëneli? Momentalisht ne kishim edhe koncertin Vera Kulturore. Po, në Qarshi. Po, edhe njëri me mos ta teproj, por ishim ansambli vetëm që brenda këtij muaji i prezentuam 2 koncerte. Njëri koncert ishte vetëm i Minduraku, tjetri ishte festivali Dardani Bjeni Tupan, kishte edhe ansamble tjera. Por, çka e veçoi koncertin ansamblet e Minduraku, sepse vetëm i Minduraku kishte koncert sepse koncertet e tjera ishin nga 2 ansamble. Jo që ne nuk bashkëpunojmë, nuk dojmë të bashkëpunojmë, larg asaj. Ne u morëm vesh në një tavolinë atje, se kush me kënë do të prezentohet, edhe unë kërkova që ne të jemi vetë, sepse
kemi programin që mund të përmbushim një pra. koncerti deri një orë. Edhe tash gjitha grup moshat, me gjitha vallat që kanë vallëzu, edhe grupi tash që kemi qelën në Haraqin, që Haraqina gjithmonë ka qelën elanën anësh në aspektin e kultivimit, artit, e mbi gjitha vallës, këse radhe do më thonë me 2 drejtorët, me një arsimtar atje, bekimin, morëm një iniciativë që prej 2 shkollave të formojmë një gjenerat të vallëtarëve të 4 dhe të 5 të ansamblet e Minduraku, një kohësisht ato nxënës do t'jenë edhe në shërbim të shkollave përkatëse që janë në Haraqin. Por, me gjitha ta, momentalisht e Minduraku dhe gjitha grupë moshat tu që janë, vetëm vallëtarë numërojnë 130. Wow! Që... Seriozisht të numër nuk e prisja, ndoshta deri 50-60, po, ama 130. Faleminderit, por nuk besonin gjatë gjithë karrierës time, çdo herë që kam arrit një numër të konsiderueshëm të vallëtarëve, gjithëherë kam pretenduar që ta shtoj atë numër. Edhe ky numër që është tash, do të pretendojmë që në premtestator të arrisim prapë. Pse e them këtë? Gjithmonë unë 2-3 vite më herët proklamoj krahas paralel me gjitha aktivitetet që i kemi ne, që ja tash, sikur që ishte festivalet që i përmendëm aktivitetet, sikur që po shkojmë sot në Span, po nisemi, por paralelisht unë veç mendoj për vjetorët kryesore koncertet jubilare të ansamblet e Minduraku, sepse meriton. Qysh prej kohës 60 vite në skenë kur ishte e Minduraku, koncerti i parë me motën, 65, 70, 75 që i kishim, për atë 3 vite më të prej tash mendoj për 80 vjetorin ansam, 8 dekada në skenë të jesh. Është diçka ndoshta mas, unë nga ndonjëherë e tham, edhe pak me i qelë sytë edhe pak ndoshta në mënyrë që të bojmë pak ma të disponu me bisedën, pas festës së flamurit dhe pas festës së alfabetit, festë e madhe, është themelimi i ansamblit të Minduraku. Jo, pa dyshim që po, e theme me plot goj kuptohet. Çfarë prisni nga festivali i Sevillas në Spanjë? Përveç krahas Duart Rokitjeve, që sigurisht që do i prisni. Duart Rokitje. Presim që unë e di shumë mirë që organizatorët e festivalit veç do të kenë çdo herë dyert qelë për ansamblin Minduraku kur do të shohim programin tonë, në atë mënyrë si do të prezentohet. Nga ana tjetër aty ka shtete tjera pjesëmarrëse. Dhe gjithmonë lindin ftesa, kur e shohim programin, gjithmonë lindin besoni ftesa që ne jemi pjesëmarrës të festivaleve të tyre. Sigur ne të mos kishim qenë kufizum me mjetet financiare që i kemi, edhe me sa mjetet shkojmë, po, ndoshta është më mirë dhe më korekte. Për korekte ndoshta këtu po e gaboj, se korekte është me përmend se kush po finanson edhe kush po finanson. Deri tash vetëm Ministria e Kulturës na ka shtrit dorën për këtë festival, edhe do kishim thonë 60% të mjeteve i mbulojmë me mjetet që i kemi nga Ministria e Kulturës. Kemi bërë kërkesa, nuk do t'i përmendi emnat, sepse shpresojmë se në ndërkohë do të na ndihmojnë. Në për institucionet tjera ose biznese private? Kemi bërë në institucionet më kryesore shtetërore ku mendojmë se duhet të ndihmohet e Minduraku dhe kultura shqiptare, ne presim prapërgjigje. Për një festival të formatit të tillë. Por besoj se unë do të na ndihmojnë. Në rast se jo, atëherë kuptohet ne do të kemi emisione, do të kemi rekapitulime të fund vitit dhe aty do të tregojmë, patjetër kemi me tregu se kush ishte ai që ndihmoi dhe kush ishte ai që mbylli syt. Patjetër, bilas dert se kam, sepse për veti nuk e baj këtë, e baj për kombin, e baj për popullatën tonë, edhe do të vazhdoj të punojmë, edhe nuk dorëzohemi. Sa do që tjetë, çfarë do që tjenë finansat, ne nuk do dorëzohemi, sepse puna që e bëjmë duhet të shifet dikon. Edhe falë Zotit që po i kemi këto organizime. Por derisa jemi krenar që t'ju shohem pjesëmarrës në këto festivale ndërkombëtare, sigurisht që duhet edhe të zgjatet dora pastaj në një farë forme të ndihmohet. Në pyetjes vetëm mbeta pak, domethënë, ne në festivalet garuse, sidomos me këtë kombinim të artistëve që po shkojmë me këngëtar, orkestër dhe vallëtar pjesa dërmuese. Çfarë do shteti që të jetë, sa do shtetet që të jenë, ne jemi zakonisht optimist, sepse e di se si kemi vallet atraktive, vallet e tona nuk janë vetëm valle që duhet të tregohet kultura jonë, veshja jonë, niveli i valleve tona burimore, por ato i kemi të stilizuara
pa u ik nga ajo që është ta bani i një koreografie që prej nga vjen të marrim shembull Malësia e Karadakut. Malësia e Karadakut është një super atrakcion i koreografik që prezentohet, interpretohet nga vallëtarët edhe gjitha vallet e tjera, edhe kështu që ne e dim betin që atu është shumë e rëndësishme kur e dim ki vetë besim së pari edhe pastaj i qasës edhe skenës edhe gjitha çka të del përpara. Kuptohet që gjitha kjo kurorëzohet edhe me sukses pastaj. Po, patjetër, po. Shpesh herë edhe çdo herë ndoshta mundemi me thonë se kurorëzohemi me sukses dhe me çmime. Pa dyshim që po, mua më vjen shumë mirë që e nisëm këtë mëngjes me aq energji pozitive dhe me aq lajme të mira, sepse rrallë herë mund të shohim ansamblet shqiptare që mund të arrijnë kaq gjatë, krahas financave të shumta që mungojnë, kuptohet, jo vetëm për juve, por edhe shumë ansamblet e tjera, por që shtetet e jashtme ndryshe vlerësojnë dhe bëjnë thirrje pastaj edhe deri tek ne edhe tek shumë shtetet e tjera. Urojmë që të hapen më shumë syt, të bëhen më shumë ndihma financiare për juve, kuptohet, sepse vërtet nuk janë pak 80 vite për të kultivuar kulturën, për të mbajtur gjallë dhe kuptohet për të reflektuar pastaj edhe deri tek popullata shqiptare e Maqedonisë së Veriut në këtë rast. Kështu ka po i ftu këto fjalë, unë po më shkon mendjen ndoshta është mirë politik edhe gazetarët këtë, sepse gazetarët e dinë mirë dhimbjen e çdo profesioni këtu që vinë musafirë dhe tregojnë ndonjëherë, ne nuk kemi ardhur për tu kajt, ne kemi ardhur këtu për të treguar rezultatet, po, edhe për të treguar se çka po ndodh. Nuk është era e parë që ju kam pastaj në studio. Ka mbi 15 vite ndoshta që njihem edhe shumë moti jemi, miq, edhe bukur shumë, e vërtet, dhe falenderoj për respektin që e ban. Jo vetëm për mu si një punëtor, por për gjithë ansamblin edhe din Emin Duraku çdo herë se Aida është e para, ndër të parat të them, që kujdeset që me njëherë si të kupton se kemi ndonjë ftesë, sidomos të rëndësishme, është e kujdesshme që të jemi prezent dhe të ato vlerat i paraqesim bashkarisht, të shohim, të kënaqur popullata jonë, ose shikues të televizionit tuaj, emisionit tuaj mbi gjitha. Kur u përmendën argjimet, vetë po i përmendi relacioni se si do të shkojmë sot si të nisemi. Po, se harrova të pyes. Në ora 14 mlidhemi në aeroport. Në ora 16 veç që atojnë porta mbyllët, edhe në ora 16:45 aeroplani, fluturimi nisë drejt Madridit. Në Madrid zbresim dhe atje na pret autobusi që do të qasim drejt Sevilles. Çka do të thotë është një kënaqësi e dy fish këtu. Udhëtimi me aeroplan deri në Madrid, pastaj udhëtimi prej Madridi në Sevilla ka diku 500-600 kilometra tjera, edhe do të ndalemi për rrugë, do të shohim, do të vizitojmë. Edhe ajo është, edhe kur të kthehemi e njëjti relacion është, pra me autobus deri në Madrid, prej Madridi kthehemi në aeroportin e Shkupit me aeroplan. Faleminderit edhe një herë. Rrugtim të mbar. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi.